Hani djathë në darkë dhe jepni fund problemit që po ju shqetëson prej kohësh. Djathi është një super ushqim i pasur dhe më i miri për organizmin që mund të konsumohet në të gjitha vaktet. Ai është i pasur me nivele shumë të larta të kalciumit, një mineral i nevojshëm për kockat. Djathi përmban gjithashtu nivele të larta të proteinave. Djathi do të nxjisë edhe do të përmirësojë cilësinë e gjumit. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nga ana tjetër, për shkak të yndyrës që ka, mund të shkaktojë edhe probleme me tretjen. Nëse e konsumoni direkt para gjumit, yndyrnat e djathit mund të prishin cilësinë e tij. Në këtë video do të mësoni për rolin e djathit të ndikimit i gjumit dhe cilat janë përfitimet kryesore që do të merrni nëse e shtoni vazhdimisht në dietën tuaj. Djathi për një gjumë më të qetë. Një studim i fundit britanik të cilit i referohemi arriti në konkluzionin se ngrënia e djathit do të rrisë gjithashtu edhe cilësinë e jetës suaj. Ngrënia e djathit rreth një orë përpara gjumit ndihmon që gjumi juaj t'ju zerë më shpejt dhe më lehtë. Roli i djathit te gjumi atribuohet gjithashtu një aminoacidi të njohur si triptofan. Ky aminoacid përdoret nga organizmi për rritjen e prodhimit të hormonit të serotoninës, hormoni i cili qetëson njeriun dhe përshpejton gjithashtu cilësinë tuaj të gjumit. Por tregoni kujdes me yndyrnat e tij. Në krahasim me karbohidratet me proteinë, yndyrnat treten me më shumë vështirësi. Kjo do të thotë se nëse ju hani një sasi të madhe të djathit me yndyrë të plot pak përpara se të shkoni për të fjetur, mund të keni gjithashtu vështirësi në cilësinë tuaj të gjumit, dhe kjo do të nxjisë edhe përkeqësimet e tij. Shqetësimet me tretjen mund të prishin gjithashtu cilësinë e gjumit, ndaj ekspertët këshillojnë që djathin të mos e konsumoni me sasi të larta të yndyrnave, dhe duhet të tregoni një kujdes të veçantë me racionin e konsumit të tij. Nëse preferoni gjizën, ekspertët rekomandojnë të konsumoni jo më shumë se gjysmë filxhani çaji me gjizë. Ndërkohë që, nëse zgjidhni djathra të tjerë, konsumoni jo më shumë se 30 gram. Ngrënia e tepërt të djathit nuk është e shëndetshme, ndaj dhe ekspertët këshillojnë në konsumin e tij në kujdesin e duhur dhe vlerat që do të merrni në shëndet do të jenë vërtet të plota. Kur bëhet fjala për djathin, njerëzit shpesh thonë se e pëlqejnë atë që as nuk mund të rrisin edhe konsumin e tij. Megjithatë, disa shqetësime mund të shkaktojnë probleme të shëndetit të zemrës, gjithashtu edhe të imunitetit tuaj në të rësi. Në këtë video do të gjeni të gjitha informacionet që ju nevojiten rreth përfitimeve dhe vlerave shëndetësore që do të merrni me konsumin e djathit në përditshmërinë tuaj. Ka shumë përfitime që djathi mund të luajë në shëndetin tuaj. Djathi është një burim shumë i mirë i elementëve ushqyes, një burim i mirë i kalciumit, kaliumit, yndyrnave dhe proteinave të rëndësishme për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, nëse doni të merrni këto përfitime të njëpasnjëshme me konsumin e djathit në mënyrë të rregullt, do të nxjisni organizmin e shëndetshëm dhe do të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Gjithashtu, djathi përmban një sasi të lartë të vitaminës A, vitaminës B12, së bashku me fosforin, zinkun dhe riboflavinën. Djathi mund të mbrojë shëndetin tuaj të dhëmbëve nga kavitetet. Sipas të dhënave, djathi dhe nën produktet e qumshtit në përgjithësi mund të mbrojnë dhëmbët tuaj nga dëmtimet. Djathi është një nga burimet më të mira të acidi lineolik të konjuguar. Djathrat me yndyrë të lartë përmbajnë një sasi të acidit lineolik të konjuguar. Një mënyrë e shëndetshme që mund të ndihmoni në parandalimin e obezitetit, sëmundjeve të zemrës dhe të zvogëloni gjithashtu edhe problemet e inflamacioneve. Shtimi i djathit në vaktet tuaja ditore do të jetë gjithashtu një mburojë shumë e mirë edhe për shëndetin tuaj të zemrës, sigurisht duke u konsumuar në kujdesin e duhur ditor. Sipas ulluntimeve, produktet e fermentuara, qumshti, sikosi dhe djathi kanë efekte pozitive për shëndetin kardiovaskular. Ato sigurojnë gjithashtu lëndë ushqyese dhe kanë veti të mira antiinflamatore.
por cilat janë rrisjet për shëndetin tuaj nëse e teproni me konsumin e djathit në mënyrë të rregullt. Djathi mund të ketë efekte të padëshiruara, sidomos edhe në shëndetin tuaj. Kur e konsumoni në sasi tepër të lartë, ai mund të krijojë probleme me shëndetin tuaj, por duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me cilësinë e djathit që zgjidhni të shtoni në vaktet tuaja ditore. Ekspertët këshillojnë të shmangni konsumin e djathit, i cili është bërë nga qumshti pasterizuar, i cili mund të shkaktojë gjithashtu shumë më probleme të imunitetit tuaj dhe të nxjisë edhe përkeçimet e tij. Në këtë mënyrë, djathi duhet të jetë një përzgjedhje e pastër e qumshtit cilësor që mund të sjellë ndikimet e tij të larmishme në dobi të vlerave të shëndetit. Djathi mund të ketë shumë yndyrë dhe kalori, por nëse konsumohet në sasinë e rekomanduar ditore, ai mund të kontribuojë në mënyrë të shëndetshme në mbrojtjen e imunitetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Ekspertët e Healthline e cilësojnë djathin si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese për të nisur ditën, dhe si i tillë mund të jetë gjithashtu një element ushqyes i rëndësishëm i shëndetit tuaj. Ekspertët cilësojnë djathin si një prej produkteve i cili do të ndikojë pozitivisht në aspektet tuaja të shëndetit. Si i tillë, djathi do të jetë alternativa juaj më e çmuar në dobi të vlerave të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve. Djathi përmban gjithashtu vitaminën B12, një vitaminë shumë e rëndësishme për mbrojtjen e imunitetit dhe gjithashtu lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët cilësojnë djathin e përgatitur vetë si një prej alternativave më të çmuara për mbrojtjen e shëndetit tuaj në tërësi. Djathi gjithashtu sugjerohet për një humor të mirë, të cilat studimet e mbështesin, pasi ai mund të sigurojë një nxitje më të mirë të humorit dhe lehtësim të komplikacioneve tuaja ditore. Ekspertët e Healthline cilësojnë djathin e përgatitur vetë si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në dobi të vlerave të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Këto të mira që do të merrni me konsumin e djathit në përditshmërinë tuaj janë të dobishme gjithashtu edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Sipas studimeve të botuar në Journal of American Heart Association, konsumi i përditshëm i djathit mund të ulë riskun me 3% të goditjeve në tru. Për më tepër, konsumi i përditshëm i djathit, sigurisht në moderim, shoqërohet gjithashtu edhe me një risk më të ulët të goditjeve dhe sëmundjeve kardiovaskulare, edhe si rrjedhoi do të cilësohet si një produkt që mund të ndikojë drejt për së drejti në jetëgjatësinë tuaj. Sipas ekspertëve, djathi, jo më shumë se 40 deri në 50 gram djath në ditë, mund të jetë një përzgjedhje fantastike për rigjenerimin e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ndaj, edhe përfitimet që do të merrni do të luajë një rol pozitiv për shëndetin tuaj tretës. Bakteret që gjendet te djathi janë të dobishme për shëndetin dhe trupin e njeriut. Konsumi i djathit në mënyrë të moderuar në përditshmërinë e dietës suaj mund të jetë jetik për rigjenerimin e sistemit tuaj tretës, në lehtësimin e komplikacioneve të tij dhe gjithashtu në një përmirësim më të mirë të organizmit tuaj në tërësi. Ekspertët këshillojnë djathin si një përzgjedhje fantastike e cila mund të shoqërohet në çdo përbërje të ushqimeve tuaja. Djathi është një produkt shumë i pasur me nivele të larta të kalciumit. Djathi përmban afërsisht nga 280 deri në 450 mg kalcium për çdo 100 gram që mund të konsumoni prej tij. Siç dihet, një sasi e mjaftueshme e kalciumit në organizëm mund të mbrojë gjithashtu shëndetin tuaj kockor kundër shqetësimeve të osteoporozës. Për më tepër, kërkime shkencore kanë treguar se kalciumi që gjendet te djathi mund të përmirësojë strukturën tuaj të nyjeve dhe të parandalojë gjithashtu komplikacionet e tyre. Ndaj, përfitoni nga rasti dhe shtoni djathin në përbërje të recetave tuaja ditore. Djathi njihet gjithashtu për përfitimet e tij unike edhe në cilësinë më të lartë të proteinave, të cilat mund t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të organizmit. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.